Kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa së bashku me Ministrin e Bujqësisë Andi Salla morën pjesë në ditën fushore të organizuar në Qendrën e Transferimit Teknologjive Bujqësore në Lushnjë, një aktivitet që solli në vëmendje risit më të fundit në sektorin e bujqësisë. Gjatë aktivitetit u zhvilluan demonstrime praktike për mbrojtjen biologjike të bimëve, përdorimin e varieteteve të reja të perimeve, teknikat e plehërimit organik si dhe rëndësinë e ruajtjes së resurseve gjenetike. Fermerët dhe specialistët patën mundësinë të njihen nga afër me teknologji dhe metoda bashkëkohore që synojnë rritjen e prodhimit, uljen e kostove dhe mbrojtjen e mjedisit. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve kërkimore dhe fermerëve për të përballur sfidat e bujqësisë moderne. Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë vazhdon të mbetet një pikë referimi për zhvillimin e sektorit, duke sjellë dije, inovacion dhe praktika të avancuara në shërbim të fermerëve. Ky institucion luan një rol të rëndësishëm në modernizimin e bujqësisë shqiptare, duke ofruar zgjidhje konkrete dhe të qëndrueshme për rritjen e produktivitetit dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore. Aktivitetet të tilla shërbejnë si një urë lidhëse mes kërkimit shkencor dhe praktikës në terren, në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë.